Kemi një pyetje të fundit, i nderuar doktor, me qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit. Thotë kohëve të fundit ka ndryshuar çështja e të pamës. Kur vdes dikush, thotë duhet të mbahen 3 ditë të pamë apo 7 ditë, apo si është më preferueshme dhe si është rregulluar në Islam? Nuk ka ndonjë rregull strikt që nuk bën me ndryshu. Shumë prej ulemave kanë thënë 3 ditë, ka për atyre që kanë thënë hiç. Ka për atyre që kanë thënë dhe në këtu në plan zemra mas shumëti, nuk ka të definuar strikt pamorit sa. Unë mendoj, dhe këtë fetva jep ku qëkaj, kjo varet për tradita për zakoneve të njerëzve. Sahi, është e vërtet, se do të mundohemi zakonet të ndryshojmë ka pak, por interes njerëzve prap interes njerëzve. Për shembull, unë kur kam shku në botën arabe, në Medinë, të pamorit ka qenë 1 muaj ditë. Të pamorit ka qenë fshatin tem, si borsin tem, 1 muaj ditë. Dhe fillova, në ndodhe një vdekje atër. Pas një 2-3 viteve, 3-4, ku më harru qëllova verës këto, dhe fillova me këshillu i mbledha njerëzit, fillova me këshillu se shumë është 1 muaj ditë e njerëz, shumë është edhe 2 javë ditë e njerëz. Pes bresim në 7 ditë. Sepse për 7 ditë, anë në banë Kosovës, ka mundësi me të ardhë dikush. Edhe ka qenë çështja ushqimeve, ushqimit e disa çështje. Nuk dohet me lanë familjen të vdekurit me gatu. Kjo është me hadith. Gatoni tjertë, për çat kanë vllaun ty. Ku është haki këjshis, ku haki vllau, motrës. Si familjes. Po pra, më kanë ndodhur belaja, po dohet më ndihmu edhe ti, po të nuk më ndihmosh më marr me najt nodën prit mësafirt. Po lodho pak Allah në gjennet qoftë, thuj drekën se ta hjeki unë. Edhe kretë ata burrat që vinë me pa, unë ja hjeki dreken. Tjetëri hek darken, mas nesër ja hek tjetëri, nesër tjetëri edhe kështu me radhë. Ndihmonin mirësi. Pastaj, dikur, për bujnë 5 ditë. Jo e dini. Në disa vende kanë bërë 3 ditë. Jo e dini. Mësë i randoni njerëz as mujnë e bajnë, por mësë shtërëngoni prapë as mujnë e bajnë. Mësë i randoni, mësë e le 2-3 javë se sënë për ato burë se marojnë antarët e familjes të i pritë. Imaginoti, asaj ka dek djali, familja ka dek e vladi, më i mirë i shpisi ka shku, tash do të në pas dersi 1 muj derti, 1 muj dhe qa me qitë njerëzve vla, po ka familje që në fukara, pastaj ku e lodhja, ku e mundi, do të me harru mërzin, sepse mësafert nuk pysin, dojnë me hangër me pi. Barë. Bile më kujtohet rast, se familjes të parë, kur ja vjekane, ja shkotova të panin, më tha një bije tyjnë atë, o hojtë zotit pështovë, se pështona ki, që kemi hjeknat nga tim, të gato. Qaq, umet ke fjallin kry, sa që hala se kam harru dhe ke poni ka ndoshta 20 vjetë. Pra, për më se shtërëngo shumë, o fjalla më se vle njerëzve një ditë të vla, se për një ditë të këmujnë e marrë me të pa krejtë. Pastaj e pamja për ka të shëhretin e vetë, nuk diskutohet. Pamja ka shëhretin e vetë, e ka kulturën e vetë. Njerëzit për shifen. Ka do me thënje. Ka do me thënje të mira shumë. Njerëzit për shifen në vla. Mrena 2-3 dite, 3-4 dite, 5 dite, peshen 1.000 vetë, 2.000 vetë, të cilët se ke pa me vite. Po përtrihet e pamja, po shifë me zveti, po përtrihet busqeshja e selami përshëndetja njëri me tjetrin. Po afrohen ata të cilët nuk kanë qenë largë, sepse shumë herësh në përdeka shifen. Këta që janë vegjel për rritën, tanë për marrë me dhe ta me veti, edhe ju marrë më njëftue me shku me pa. E që është pastaj shumë e rëndësi, për ta hjekin mërzin, se për të këshillojnë, për të apin gajret. Dhe gjithashtu është shumë e rëndësi, sepse këtë ta që avin lutën për vdekurin,
Të imagjinën se vinë 500 vetë, nëse vinë 1000 vetë me lutë për nanën tanë për nanën të me të pa. Edhe të tanë thëjnë Allah e pas më shuru, Allah e falë gjënahet, Allah e pas bët mirë atje, pa disa të letohet ty. Edhe gjitha të doa dhe lutje, nëse disa prej ty ne i pranon Zoti, është pasuni për nanën atje, apo për babën, për të vdekurin. E tëna këto janë senet mira, që dohet me i rujt. Dohet me rujt sepse është pjesë e këtij vllaznillaku, pjesë e këtij ymeti, pjesë e kësaj shoqërie. Po. Doktorin Nderuar, faleminderit. Nëse keni ndonjë porosi, sepse vetëm emisioni ka mbërrinë në fundin e tij. Kur jemi të pamurit këtu, po ta qef edhe një këshill në fund, shfrytëzoni të pamurit që ka hije muslimanit. Dua të them, mundohu me shku me pa vllain fi sebilillah, jo më rëndu, por edhe më lut për të vdekurin. Sepse shumë herë nuk po din më lut, nuk po din me ashtu shkryt vllaut. Por ose thot ç'na shkofshi, ose qa me ba. Ngushëllime. Ose në ngushëllime. Kallëzëm të mu që ka dhe me thonë kjo ngushëllime. Për që vjeni fjallë ma të me levla se musliman një mënën, e besej dekjen, haki, besej ahiretin. Nuk kam marrë me thonë njërët, inshallah për xhenet. Inshallah kam shiru Zoti, e bëni sabër. Si ju pagun Allah për këtë sabër që keni. Kjo është sprov. Kjo është pjesë e jetës, edhe ne do të jemi nesër tillë. Dhe kisha bo apel me rujt pamurit muslimant. Me rujt pamurit. Mës me na hjek. Unë jem iftari asaj. Mës me shtrëngu, as mës me liru shumë, por me mbaj brenda kufive. Brenda kufive, qoftë 3 ditë, qoftë 5 ditë, qoftë 7 ditë, sepse përbohet një punë e mirë, e përepet një këshillë e mirë, edhe odat na kanë hub gati krejt, tash rolin e odave të pamurit për lujnë. Sa të pamurin bo shkak dhe sebeb me fillu shkolla, më ndërtu, sa të pamurit jenë bo sebeb me fillu xhamia, kanalizimi, ndonjë rrugë me ndërtu dikon, ndonjë iniciativë të mirë me marë, ndihma humanitare për dikon, për ndonjë familje, në kësa rast e bëhet.